ne sa arrim do të bëjmë zgjedhje të besueshme ende. I bën Kosova, ne si bëjmë dot. Me vërtet. Tani, sa punë realisht mundet të bëj dhe do të bëj SPAK-u, sa i ka mundësit, po themi, të parandaloj vërtet krimet zgjedhore këtë herë? Tani SPAK-u është vënë nën akuzë, kohë mbas kohe, se nuk është marrë me dosje, ka lënë pa hetuar dosje që kanë krime zgjedhore. Dhe lëvizja e Altin Dumanit dhe SPAK-ut kësaj radhe mua më duk në kohën e dur, për të prerë dhe, se thua, hovin këtyre akuzave, ai po i la pa, si thua, pagoj kësaj radhe duke marrë përsipër që unë sa të mundem do monitoroj zgjedhjet kësaj radhe. Po i ka mundësit infrastrukturore, po themi, burimet njerëzore, se një prokuror për secilin qark. Shiko, në pamje të parë duket sikur nuk i ka. Ka dhe një problem që nuk bëhet gjithçka ato 2-3 ditë. Fillon më përpara. Fillon mbledhja e votës, fillon manipulimi i njerëzve, fillon shumë herët. Nuk është e thjeshtë, sigurisht një prokuror apo 2 prokurorë të SPAK të bëjnë një kontroll total të gjës. Por unë besoj se ato që do kapen nga SPAK-u dhe do provohen, nuk do shkojnë me 1 apo 2 muaj apo me hiç burg. Unë besoj se ata do japin dëshkime shembullore, sepse ata nuk kanë treguar që të paktën sigurisht nuk janë aty ku do donte gjithkush me politikën, po me krimin. Nuk mund të thuash dot. Me krimin, ata kanë bërë arritje me krimin, me ato dosje që kanë bërë. Do të kalojmë dhe aty, po kryeministri dha ultimatum publikisht Altin Dumanit, kreut të SPAK-ut. Na lini, jemi në fushat elektorale. Pyetja këtë rast bëhet, nga se ka frikë kryeministri? Pse ka frikë? Kryeministri duhet i bëhet shumë mirë që SPAK po vete të shoh. Pse ka frikë? Kjo është pyetja që e rrezon tok kryeministrin. Pse ke frikë ti zotri? Ti je në pushtet. Ti ke të gjitha. Pse ke frikë ti se do ketë aty një monitorues pak më tepër, diçka më tepër? Aty ka monitorues, do vinë nga Evropa, do vinë. Pra, kjo është ajo që e zhburron atë kryeministrin dhe i thotë që, o zotri, ti çka ke? Pse ke frikë? Ti s'duhet të kesh frikë. SPAK-u është ai, që thua investimi i Partisë Socialiste, që ti e thua shpesh, SPAK-un e mbajmë ne etj. Çka ke frikë? Ata janë aty për të marrë me krime zgjedhore. Më fal, zotëri, ke ndërmend ta bësh? Dhe s'të pëlqen prezenca atyre? Këtë duhet mendojmë neve? Kjo është. Tani, goditjet nga ana e SPAK-ut ose më saktë monitorimi, duke qenë se do të fokusohet tashmë tek krimet zgjedhore, më shumë tek politika, nga ana tjetër krimi i organizuar, që është një fuqi e gjithë ditur tashmë si bashkëpunëtor, po themi, të kësaj vepre penale, sa herë që këtu ka zgjedhje. Nuk e di këtë pjesë, di kaq që kryeministri aktuale ka problemin po aq të madh sa e kishte në vitin 2013. Pra, duket sikur ai ka bërë ciklin, e ka ngrënë qertullin, them unë, e ngri të zona rrethore, sepse gjithkush nisja e gjithkujt në këtë botë është në formë rrethore, nuk është në formë të drejtë. Dhe kthesh prap në vendin ku ke nisur dhe mbyllet aty historia. Dhe unë shoh të njëjtën frikë që ai ka pasur në 2013, kur tha aleancën me djallin, mjaft të heqë Sali Berishën. Kjo është një problem shumë i madh, sepse nga kjo, nëse ai vjen me të njëjtën mendje dhe në këto zgjedhje, ne do kemi shumë probleme në këto zgjedhje. Tani ne kemi parë këto kohë në dyert e SPAK-ut të shkojnë edhe njerëz që e kanë shpallur tashmë kandidaturën për deputet në zgjedhjet e ardhshme. Çfarë do të thotë kjo? Për shembull, kujtoj këtu rastin e Tom Doshit, për shembull. Po ti ke Ilir Metën që e ke në burg. Kur u pyet, them këta që janë të lirë, që u pyet tha për një çështje pasi kisha qenë në tavolinë me dikoj që përgjohej, për shembull. Çfarë do të thotë kjo për nuk është shumë larg kjo histori, dhe nuk e di konkretisht për çfarë kanë thirrur, nuk e njoh fare këtë tipin, po. Jo, për te asaj që e kanë thirrur, po nuk të shkuarit në SPAK. Ti ke Ilir Metën brenda burg, i cili do jetë në listat e sigurta të opozitës,
Partisë Demokratike, po. Po. Kështu që përderisa lejon ligji, unë nuk di ç'të them, ata janë akoma të padënuar, dhe një moment mund të shfallen edhe pa fajshëm, nuk e di, por nuk është ky problemi. Cili është problemi? Nuk është ky problemi. Problemi është sa do kërkohet nga krimi, ky është problemi më i madh. Sa do guxohet të kërkohet nga krimi vot. Dhe në çfarë mënyrash do i lejohet atij ta bëj. Po është guxuar. Ka ndodhur ande nga Lezhë ngjarje që kanë prodhuar viktima, kanë përfshirë fise, kanë përfshirë njerëz në nivele shumë të larta në historira të tilla. Kështu që çfarë mund ta sfumoj këtë guxim këtë herë? Ka arsye? Nuk di ta them. Nuk është se ka një forcë tjetër të madhe, të padiskutueshme, jashtë duke ardhur në pushtet. Nuk mund ta thuash. Shoh një ndarje goxha të madhe. Nuk besoj se Partia Demokratike mund të arrijë nivelin e Partisë Socialiste dhe kemi edhe shfaqjen e të rinjve. Që mund të bëjnë dhe ata atë pjesën që bëri dikur Ilir Meta me pak deputet. Të bëjnë atë ndarjen e madhe. Tani kur themi krimi i shërben për zgjedhje, i shërben vetëm partisë në pushtet apo opozitës se krimi ka dhënë prova, krimi i shërben asaj partie që ai mendon se fiton zgjedhjet. Kryesisht bëhen me më të fortin. Pra, ata kanë një nuhatje të fortë, për të bërë me më të fortin. Dhe më i forti sigurisht kryesisht është ai që është në pushtet. Është e tmerrshme se si ata, nuk e di se ndodh këto zgjedhje, nuk e parashikoj dot, por në zgjedhje parakaluese, personazhe shumë lart në majt politikës shqiptare apo të shtetit shqiptar për 5 vota të një lagje, të një personi që mund t'ia mbledhte ato. Kanë vënë maskën për bërë takime atë, se donte takimin ai atje te lagja e vet. Kanë vënë maskë, mos dukeshin që po shkonin te ajo lagje. Pra, bëjnë si qend për 5 vota, sepse din shumë mirë që 5 vota mund ndryshojnë fatin. Si dikur ta zënë te Bashkia e Tiranës si për 5 vota u bë. Ndahet për një vot ajo po. Historia. Kështu. Okej, ndërkohë kohët e fundit kemi një ndryshim të retorikës, sidomos të Partisë Socialiste ndaj SPAK-ut, ndaj drejtësisë së re, sepse nga opozita, nga Berisha jemi të njohur prej kohësh me këtë. Pse po e sulmon tani kryeministri Rama SPAK-un? Nuk po e sulmon tani. Ka sulmuar vazhdimisht. Ka filluar sulmi është në momentin kur u goditën disa ministra edhe personazhe të ndryshëm para 1-2 vjetësh apo 3 vjetësh, kur doli publikisht dhe tha në mënyrë të patueshme që parcela është këtej, jo këtej. Parcela është djathtas ku ju duhet lëshoheni dhe jo majtas. Boll majtas, lëshohuni djathtas. Kjo ishte e frikshme. Dhe tjetër gjë se çfarë thot dhe tjetër gjë se çfarë bën. Ai praktikisht e ka rrethuar këto struktura, po bën struktura në parlament me Fatmir Xhafajn e tjera për t'i mbajtur nën kontroll. Dhe arma më e madhe që përdor është thotë i kam unë nën kontroll. Të paktën njerëzit e vet dhe gjithkusht tjetër, deri te Erion Velia mendojnë se i ka ky vërtet kontroll. Mi fjalë, nëse Erion Velia do të ketë vajt SPAK-u për ta marrë te zyra dhe po i binte telefonit, kishte mundësi të bënte një telefonat, do merrte këtë njeriu. Çam ke bër ose çapo më bën. Por s'është kështu. Nuk është ky realitet. Nuk është ky realitet. Nuk e ka këtë kontroll. Ati intereson. Ku e bazoni ju? Më jepni një shembull që tregon këtë që po thoni ju. Ta dhash një shembull. Cili është shembulli? Sa po ta dhash? Për këtë për Veliajin? Po. Po sepse ka shumë që mendojnë që Veliaj është aty ku është tani për shkak të kryeministrit Rama, është kurbani i tij. Qartë pra. Dhe kryeministri e ka ditur etj, por po aktron në publik. Të paktën shumë njerëz në këtë studio ma kanë thënë kështu. Edhe një herë, jam i bindur 1000% që atij intereson të thotë dhe të thojë të vetëve që unë e kontrolloj SPAK-un. Dhe kjo është një gjë që e kontrolloj unë. Sepse për ndryshe nuk do t'i bindej më njeri. Për ndryshe do t'i ikte gjithçka nga duart. Është një lloj si ai njeriu i pa armatosur.
kesh i armatos vetëm me llafe. Se kur thua që SPAK-u e kontrolloj unë, se kështu e din të gjithë që e kontrollon ai, i bie ti je armatosur me Kalashnikov, me mitraloz, me antiplumbe, me tjera. Nëse të bëra një krahasim. Dhe të tjerët shohin te ty një qenie që duhet të pyesin dhe të marrin leje për gjithçka, duhet të binden për gjithçka, etj. Mund të firmosësh për gjithçka sepse ai kanë mos e çaj kokën, ka mundën kontroll, po firmos, vazhdo. Po ka nga ata që thonë që SPAK-un e ka kapur dhe e kontrollon Edi Rama. Tani ka dhe një problem tjetër. Tani. Se e ka thënë këtë që e kam në kontroll. Dhe din të gjithë se s'të riqe dot më. Kjo është një problem i madh. Okej, po dakor se i duhet me patjetër të qëndroj koherent. Ndërkohë, ata që thonë, që pretendojnë, akuzojnë përdit, sidomos nga opozita, që SPAK-un e ka kapur Edi Rama, e bazojnë edhe në pyetjen që bëjnë shpesh pse SPAK nuk arrin dot të shkoj deri te kryeministri, që të bëhet i besueshëm se nuk dirigjohet prej tij. Ne nuk e dim nëse SPAK ka bërë apo do bëj në afërsi veprime të tilla. Problemi është, besoj unë, më shumë se ligjor apo teknik apo më duket si politik. Si problem politik, me një fjalë, bëhet pyetja. Duke shkuar SPAK-u te kryeministri. Çfarë ndodh? I bie që Partia Demokratike të vijë në pushtet pa vota. Bie gjithë ngrehina e tmerrshme e llafeve shfryet, mjaft të shkoj SPAK tek ai. Të thojë që ky njeriu është marrë ti, tjera. Por nuk është kjo mënyra, besoj unë, nuk jam absolut dhe më i miri për në këtë fushë. Nuk është kjo mënyra që të vej SPAK-u, të arrestoj njerin dhe të kaloj partia tjetër në pushtet. Jo. Unë mendoj se kjo është gabim. Kjo influencon të vota. E qytetarëve. Dhe këtu bëhet gabimi, besoj. Po është kalkulim i drejtë i SPAK-ut? Nuk është, është një gjë gjysmë politike, besoj, që mund të jetë kjo. Por nuk jam i bindur as për këtë.